Podujeva është vitet të fundit është identifikue si prodhues kryesor i mjedrës, si kultivues, do të thotë bujqësia apo e llapit. Ndërka Sfesla ka qenë identifikuar me qysh herët për perimtari, është tash vlugu i punëve. Sa deri tash cili është turnusi i vjedhjes tash, që sa ditë keni nisur me vjedhje? Me vjedhje kemi filluar që 15 ditë, kryesisht te speci. Te lakra kemi filluar që 35 ditë, te karrota që dikun rreth 60 ditë, varësisht prej vegetacionit të bimës kulturës. E në anadrini, në përdrini atje dhe në Morav, vjedhja nis më herët, këtu pse ma vonë? Të pas parasysh lartësinë vitetare që mbretëron në treven tonë, është vjedhja më e vonë për këtë arsye. Vegetacioni është më i vonshëm. Po. A ka dhe tregun tash speca? Ne specin e mbjellmi me kohë të caktuar për me dalë në kohë të vaktit të konservimit ose të urshisë. Ky kontingent këtu ku është duke shkuar tash? Ky kontingent këtu që peshini sot është duke u përgatitur për Francë. Për Francë, eksporti për Francë, po. A është turnusi i parë, tura e parë apo e dytë apo? Për fatmirësi kemi filluar është tura e katërt për Francë, që kjo rruga e katërt. Na intereson pak edhe procedura, keni vështirësi? Sa i procedura, cilat janë administrata? Sa i përket autoriteteve tona doganore edhe shpeditore janë shumë të lehtësuar procesi për eksport. Shumë të lehtësuar. Janë të lehta. Autoritetet franceze atje? Autoritetet franceze i lypin dokumentacionin përkatës, ne i sigurojmë të gjithat edhe gjithçka është të shkuar në rregull. A i bëjnë analizat? Ne këtë analizën e bëjmë këtu në Agjenci Veterinare të Ushqimit, edhe ne e dërgojmë amallin me analizë tonën. Ndërkaq, a ka nënshtrohet atje edhe analiza? Atje nënshtrohet, ka pas në Sloveni, në momentin ku është doganu malli u bëni analizë shpejt, po analiza ka qenë shumë në rregull. Do thotë si parambrojtëse e komisionet e vendeve të komisionit evropian. Po, Slovenia ka qenë, po. Ka qenë shumë në rregull analiza. Po, u përputh me analizën e tonë. Kush janë blerësit në Francë? Blerësit janë kompani kosovare franceze që bashkëpunojnë edhe punojnë bashkë. Edhe konsumatorët janë kosovarët janë. Kryesisht janë kosovarë dhe francez. Po gradualisht kanë filluar edhe francezët, edhe anglezët, edhe gjermanët të mësohen me specin tonë, me shijen e specit të Kosovës. Produktet made in Kosovë. Po. Viti ka qenë i mirë ky? Ky vit ka qenë viti bereqetshëm, ka qenë vit i mirë. Punën e kena bë, për fat mirë s'kemi pas fatkeqësi natyrore, breshën ose diçka tjetër, kryesisht ka qenë vit i bereqetshëm. Duhet punë, duhet angazhim, duhet shumë net pa gjumë, duhet djerës. Duhet punë, angazhim, po vullneti i madh i mbretëron të gjithat edhe i te kalon. Është një dobësi, si të themi, mos ta përgjithësojmë këtë që paksa ka të tillë që provojnë edhe mashtrimin, ndërkaq a keni ju parasysh këtu që njëherë konsumatori dy të herë nuk mashtrohet? Është e vërtet, po ne vetëm me mall të mirë edhe me produkt cilësor mujna mi thyje tregjet e venit, të kufejt, mi tregu që në Kosovë ne nuk dina me provu vetëm sportistat mirë, si Fadil Vokri e Majlinë e Kënvendit, po dina me provu edhe produktet mira bujqësore. Edhe keni bjerë Vokri pak sa dhe më bëm lokalist, po bjerë Vokri edhe jemi kushëri, jemi gjakut, edhe lokalizëm vynë për cilësi, natyrisht. Edhe Kosova dhe me provu edhe produktet mira ushqimore. Si sportista. Nuk kanë vrejti pjesë. S'kan vrejti, janë të kënaqur shumë. Edhe kërkojnë. Për si vjet kemi filluar pak, për vitin ardhshëm kemi kërkesat shumë.